Arti I karikaturës është një gjuhë e veçantë që përmes vijave dhe ngjyrave arrin të tregojë histori, emocione dhe madje edhe të pasqyrojë realitetin e një kohe. Saigoni, një emër I njohur në botën e artit, prej më shumë se 30 vitesh I ka dhënë një jetë fytyrave dhe ngjarjeve përmes penës së tij. Nga ekspozitat e tij të shumta tek pjesëmarrja në një gazetë ditore kur përveç karikaturave pasqyrohej edhe realiteti politik I vendit, ai ka ndërtuar një rrugëtim të pasur artistik. E përveç kësaj, talenti I tij e ka quar edhe përtej kufive, duke punuar në Bregdetin kroat, ku ka realizuar peizazhe, portrete dhe karikatura të shumta. Sot kemi mundësinë ta takojmë dhe të njohim nga afër artin dhe pasionin e tij të jashtëzakonshëm. Unë kisha thënë se ka lindur edhe prej moshës 6, kur ishe fushnjore, po, prej fushnjore. Më interesoshin ata kollazhet, vizatimet, ngjyrat, punojsha me to. Po mësë 8 vjeçare, përpara ishte 8 vjeçare, shkolla elementare, edhe aty kretë vizatimet ju bojshë xhansve shokët mi, se unë e bojshë shpejt për mu, bashkë dhe shokët që kishin talent për vizatim, hajde Saigon, Sabetin, a do të më bojshë edhe mu, unë me gjithë qef e bojshë, pse e kishe qef edhe e disha gjithë qef. E bojshë pse e kishe qef edhe e disha. Dhe atëherë vendose që edhe profesionalisht të mirë? Jo, s'kam vendosur, rastisht të ndodhe. Ishe ushtar, u ktheva prej ushtrisë, erdhë misafir motra me burrin e vetë me Dhondri. Në Dhondri punojshim bashkë në Studiniqan, Qamili, Sejfullah Qamil, a I të arti vizatime. Ishim shok, në shështojeshim. Kur u ktheva prej ushtrisë, kur më bo Dhondër, erdhë më vizitoj, se më të tazë prej ushtrisë, më tregonte se ka qenë në Korçullë, ka vizatua, ka bo sende, ka qenë, thamë, diçka, Charlie, na I thonë Charlie Qamili. Thamë edhe unë po vizitoj diçka, do me pa çka boj, si boj. Era I kurios, s'ka problem. E mora unë, karikatura e bona profilin për 25 sekunda. 25 sekunda? Po, e bora me njëre, që kështu se bëjë me gjistë, veshin qafe. A edhe njëre, e bora, e preserita, a di qka, a mundesh në më fasë edhe me bo portret. Do s'ka bo prov, do të provaj. Edhe portreti, modeli I parë ka ishte shoqe ime. Edhe ullë, lutë në ullur pak, e vizatova, u befasu në Dhondri, e tha super, këtë është mirë, vetëm se veshin nuk basia do të me qenë me këto, ati ka regullat që të të pa. Edhe a ishte fillimi I parë, 84. Vitin 84? Mars. 21 vite? Afer, po, fillimi pa. Edhe piktura juaj e parë, portreti juaj I parë, pas ka qenë inspiru, zonja juaj, bashkëshorë. Aja ka qenë të fish, edhe ma shumë trem ka pas. Me siguri, aty s'ka fjalla. Ku ishit të karikaturat edhe të portretet ju njëhe, edhe për karikaturën edhe për portretet? Cila më shumë ju shkon për qejti? Drejt me ju të regu karikatura. Edhe unë jam ashtu me karakteri, kështu duhet humorin e dua, qesharake, sende, jam gjithmonë pozitiv edhe karikatura më knaqë. Ashtu që me karikaturën knaqëm edhe une, jo vetëm se mushterie është I knaqëm, pa edhe une. Kur e bërë një karikaturë, çfarë detaje ju të heqin më shumë? Me çka fokusoni më shumë? Shive, si cila ftyrë e njeriut. I ka ata karakteristikat e veta. Ti vetëm ja gjon ato, edhe ja zmadon ose ja zvoglon, varet se Ku do të fokusoj? Çka dush me bo? Jo, ti mundesh me bo se ka 1 milion varianta. Ti e zgjedhat njërën, variant cila ty të pëqet, ti cilën ti mendon për ato, edhe vetëm se e zmadoj atë karakteristikë edhe anisë është të deformume. Prap do të shifet se ajo është. Po. Edhe ata jo të bërme që në Itali 2 me nishën, bashkë 2 me nishën në Itali. Bravo, që shtu. Fiks para 20 kur Spice Girls atë ishin në atku Po, aktuell ishin. A e keni sfiduar ndonjëherë veten? Dhe nëse po, kur ka qenë sfida juaj më e madhe në ndonjë vepër? Drejt me të regu, unë e para, sfida është
çdo ditë për mua. Se nuk dihet në çfarë klient do të vish, çfarë kërkese e sende. Edhe gjithmonë kur filloj me punë, sikur filloj pris pari. Nuk është diçka se, letë do t'jetë kjo punë. Kjo e boj kështu edhe mekanike edhe u krypër. Jo, çdo vepër, unë ja filloj sikur ja nisi prej fillimit. Po, edhe nuk di si do dalë në fund, kërkush nuk të garanton. Ka shumë klientë që thonë, ja sum sigur, unë jam I sigurt te juve, e di se do dalë mirë. Ju jeni të sigurt, ama unë nuk jam sigurt në vetë, se kur nuk e di si është puna. Cilat janë teknikat më të shpeshta për të realizuar dhe më të preferuara për të realizuar një vepër? Teknikat e vizatimit, unë I boj me laps. Mundë me qenë me u boj edhe me pastel. Vetëm se me pastel dikush I donë me kolor, atëherë një boj. Se shumica e veprave të karikaturës morën me laps. Me laps grafik. Grafik. Po. Se komentuat se herën e parë që keni bë një profil, ka qenë 25 sekonda. Sa kohë ju merr tani zakonisht për ta kompletuar një karikaturë? Nuk po them vetëm për atë gjërat elementare, por për ta kompletuar një karikaturë. Sa kohë ju merr? Kretë gjojat, kretë sendet jonë relative, edhe të arti, edhe të karikatura. Mundet me qenë për 25, 6, 1 minut, 2 minut karikatura, ama mundet me qenë edhe 2 ditë, 2 javë, 2 muaj karikatura. Varet për çka e dedikon ata, për çfarë përësi ke, për çka e duhet e. Ashtu që në det, për shembull, konkretisht në det, ullet klienti e bëj për 10 minuta, ose për 7 minuta përpara e pishe doanin, tamam një cigare mbaron të karikatura. Po, se e bësh ashtu shpejt, me deformime në mdaja, pak elemente deti, këse në ujë ose në tonë, si diçka, 7 minuta deri në 8 minuta. Kurse këtu boren me orë, këtu ka dalë pri fotografisës, hajde pa ka shumë detaje, me orë, do më thonë edhe me ditë mundë me shkuru. Karikatura njëre të bën deformimin e gjymtyrëve të fytyrës. A ka ndodhur ndonjëherë që dikush mos ta pret një karikaturën? Ai si është ullet vetë për vete, ai është gjithmonë I kënaqur me ata çka kam bërë. Ama kur I boj prej fotografisë, atëherë varet shumë prej fotografisë. Ajo fotografi që më ka dhënë, është tipik për atë klient, ajo edhe tash kur do të bësh edhe pak deformime, është vjen edhe problem shumë më vështirë. A përcjell karikatura mesazhe pozitive, siç e përmendët edhe në fillim se ju jeni tip ma humoristike, doni humorin, e doni të qeshur. A është kjo dhuratë për të përcjell mesazhe pozitive, mesazhe të bukura shoqërie ndaj dikujt tjetër? Shëve, ata puni kam bo kur punojshë për gazetën Dnevnik, kur ishte... Ke ka pas aty po një pjesë? Ata krye redaktori ka qenë Sasha Kokalanovi, atërën punojshëm, ashtu serioze, punë serioze, se këtë që ka ishin politikës, të fejës, gospodinë, se di këta hoxalartë njohura, ne I bojshim karikatur, edhe me ato ne I ipshim mesazh për shoqëria, diçka për mu përmesu, ma ndodhen ata punë e send, se edhe ato e ka karikatura, si satira, e kanë atë si rol, do të shoqërin të përmesojnë të bëjnë më të bukur edhe I përqeshin ata sendet si nuk jodë mira e qështu, me rau. Sigurisht, po. Më thuaj, cilat ka qenë kërkesa më e veçantë, më e çuditshme për ta punuar deri më tani? Unë mund me tregu se njëherë një natë ishim ledhën të Bazhanaku jem, mund e njëfim të Flora Kadriu, erë thaqën në darkë, se ata atëherën ishin njëtin parti, edhe a qetëri Bazhanak jemi Qirak që thoshin ai argjentari, edhe pishim, lushim, ajde me në bo karikaturë, në thanë neve, fillova prej Qirakut, prej Bazhanaku. Ama o kemi qëkatru të kësh, o kemi qëkatru se I bona me deformime. Gojen tipike që ka kishte, unë e bona vetë pak më të madhe. Kure pa të thaci, ai luta e mua, marrën e mua, tëmë si jo unë e s'ka problem me knasi. Kure bona dhe ta,
për toke ishin. Edhe sot ajo fotografia është Në përjetërinë sociale. Po, web faqen time. Është që, po, I kam ato. Më thoni se, a mendoni se tani njerëzit në ditët e sotme duke ekzistuar rrjetet sociale, platformate ndryshme, I kushtojnë rëndësi edhe punës së dorës, I kushtojnë rëndësi veprave si karikatura, portreti, dhuratave, shumë thjesht t'ia dhurojnë dikujt një. Shumë. Unë mendoj se ne jemi masë, ne jemi pak masë para Evropës, si diçka. Vetëm se qëtë na shumë kërkoj, lypet kjo puna e dorës, shumë. Tash për tash. Vetëm se paralel me këto, ka filluar edhe tash kjo inteligjencia artificiale, tash me kompjutera, me sende, çka s'boj. Vetëm se prap aty mungon dora, pa dorë kur që s'boj. Absolutisht. Përmendet se më herët keni punguar edhe në det, ku e dim se kur shkojmë në Bregdet, dikush kërkon tatu të përkohshme, të bëhet, dikush kërkon piktura. Cilat kanë qenë aty kërkesat më të shumta që I keni pasur, sepse njerëzit edhe nga entuziazmi duke pritë të tjerët rend, I u lind dëshira që edhe ata të krijojnë një vepër të tyre, të kenë një kujtim nga I pushim. Do të përmendi Porreçin. Porreçi është një vend që kam punuar që prej 87 deri në 91, deri kur filloi me u prish Jugosllavi. Aty kemi qenë 22 piktorë. Do të them sikur në Montmartre i Francë. 2 karikaturista edhe 20 piktorë. Aty në mbrëmje ishim nga krejt, bile ishim në radhë ashtu në dreqën ma mirë se në Montmartre. Me si studio e kishim këtë verore, po, me ndryqime, me muzikë, me krejt. Edhe kur ja fillon të mbrëmja, sun mushe me gjetë kariket lirë, se modelet ati luftojshin për mullën e që. Se kur e shofin ashtu atmosferë, edhe sa bukur edhe, do mendo. Edhe unë atëherën përnojsh edhe portretet e karikatura. Por ka fundi, vitet 89, ja lash portretin, edhe përnojsh vetëm karikaturën se kishte ma shumë punë edhe ma shumë fitim për karikaturës. Se kjo puna jonë është komerciale, tash fundit është komerciale. Mirë, kur punon diçka për opinion për gazete, për televizion, s'ka problem. Kje mesazh. Ama kështu, kur jenë det komerciale, do të me përjetuar. A keni menduar ndonjëherë të bëni një ekspozit? E bona unë njerën ato, se më të shëqatën ku ishim në Spektri, si cili për antarve të botim ka një, edhe të edhe mo, si kjo puna ime, prapë edhe njërë dhe të kemë, është komerciale, edhe për ekspozit shumë nuk më intereson se është puna se s'unë fitoj shumë para, ama më njafton për me jetu është një mbjetese, me jetu pak komode, se për me u bo pak si tonë ma I pasur s'është të mushme të na. Ose nësi e antari I partise, dikundi me shita dhe vepër, ata ashtu mundet. Një mesazh zotëri Samedim për të gjithë ata që cilët të rinj duan ta ndjekin rrugën e artit. Kush e ndin vetën se e tërhek arti figurativ, duhet vetëm një punë thjesht, ushtrime. Si çdo art, edhe muzikë. Me ushtrime, ka dale me me kështu, bënja sini, bënja tove, me ushtrime ka shumë sukses. Suksese se tonë së një parëmendosh. Se ashtu unë e di se unë ashtu kam fillu. Saigoni është dëshmia e gjallë se arti nuk njeh kufi, por vetëm pasion dhe përkushtim, nga vizatime që përçojnë mesazhe të forta sociale e politike, deri tek peizazhet që të rrëmbejnë në një botë tjetër, ai ka treguar se çdo vepër e tij ka një histori për të rrëfyer. Me mbi 3 dekada punë dhe një trashëgimi të pasur artistike, ai vazhdon të jetë një zë I fuqishëm në botën e karikaturës dhe pikturës. Arti I tij mbetet një dritare në të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen, duke na kujtuar se një lapz dhe një letër mund të flasin më shumë se fjalët.